Italt e bukur. Kjo i komplekson. Italt e bukur. Italt e bukur. Po edhe ajo që tha Martini ishte, besoj që diskutuam një pjesë që shumë e debatueshme për to, ai ishte apo e pushteti, po një fakti që ai patjetër shpiku institucionin e ikjes dhe të largimit pa kthim dhe të sinqert, dhe e dyta fakti ajo që pas ka thonë ty Martin, që një kundërshtar mundet, po nuk vritet. Dhe besoj që ndoshta pa dashje, kjo e bën atë sigurisht një personazh shumë interesant dhe historik në skenën politike shqiptare. Dhe ikja e tij në javën më të keqe të PS-s, në ditën më të keqe, në Halloweenin e Partisë Socialiste, 31 tetor 2025, ndoshta ishte një shenjë nga lart që diçka duhet ndryshojë kjo parti. Ajo është dita më e keqe e PS-s? Deri tani. Luan, Deri tani. ty të kujtohet kur kemi qenë bashkë me Fatosin, kur vdiq Ramizalia, të kujtohet? Po. Edhe i tha shumë para se të shkoni, thash, po duhet me shku se ai ma kishte lënë Ramizin vitet e fundit patronazh mu, kur kishte Ramizin në herë në llafe, në gjë, në i problem, kështu merrte në telefon, shkoj unë një herë muj pija kafe me Ramizin, ishte burr i këndshëm, edhe një lloj forme unë e kultivoja këtë marrëdhënie dhe vdiq Ramizi, edhe aty u takua me Luanin edhe do shkonim atje, edhe i tha shumë para se të shkonim. Thash, po pse duhet me shku të Ramizi, thash, se tashi edhe para se do zgjidhet presidenti, do merret keq se ne na duhen votat e PD-s etj. Dhe mu kthym tha. Ore tha, kujtos, ti tha se ky Ramizi është kështu siç e ke pati sot, këto vite kështu tha. Ne tha gjithë nga Ramizi kemi origjinën, tha. Po se respektuam tani që do iki, do na vjedhën e radha dhe s'do na respektoj. E pas ka thënë një të vërtet madhe që pak kushe e pohon. Se ashtu edhe këtë, nuk duhet krijuar precedenti, tha. S'duhet krijuar precedenti. S'duhet krijuar precedenti, po. Dhe u bë të shqupi, se u bë ceremoni shtetërore dhe ka ndiku Luani dhe Ilir Meta te Berisha që të bënte një ceremoni formale shtetërore. Ata të PD-s nuk erdhën, po ceremonia u bë. Mirë, unë mendoj që spaku dhe shokoj të ludhem se përmendi Iliri, po unë dua në këtë rast ta ngushëlloj dhe të gjithë të dinë që një kontribut jashtëzakonshëm në gjithë çka bëri Fatos Nano, deri ndoshta edhe ditën e fundit, ka Regjina Nano, ish bashkëshortja e vetë, që unë gjithmonë i kam thënë bashkëshortja e Fatos Nanon, sepse në ditët më të vështira ka qenë një grua e jashtëzakonshme. Dakor, vetëm dhe unë duhet të shtoj, patjetër, respekt dhe për bashkëshorten e tij Joana Nano, e cila i qëndroi deri në fund dhe për te paragjykimeve, për te diferencave, dhe për te akuzave, tregoi dhe me fjalimin e saj që po, dashuria tyre ishte e sinqertë. Dhe kjo ishte një tjetër meritë e Nanos që revolucionarizoi dhe hapi shoqërinë shqiptare edhe për tema që dikur ishin tabu. Faleminderit Leka, faleminderit Luan, faleminderit Ilir, faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Ishte kënaqësi të flisnim për këtë temë që është sigurisht historike tashmë. Nano fizikisht për këtë shkuarës, por paradoksalisht, siç e tha Iliri, në ca gjëra i përket akoma të ardhmes. Nuk e kanë arritur akoma. Fatosi iku, po nanoizmi do jetoj. Do jetoj. Faleminderit gjithëve, Ristori kthehet të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sokul Balla, natë mirë.